që nga fillimi i muajit të shenjtë Ramazanit grupi i humanistëve kërçovar te Berza ndan iftare falas për familjet skamnore të Kërçovës. Ndarja e iftareve gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit tashmë është bërë traditë sepse fal mbështetjes së njerëzve me shpirt human, ky aktivitet humanitar realizohet për 6 vite me radhë, thonë 2 aktivistët e këtij organizimi Kujtim Kasami dhe Naser Xhaferi, të cilët u shprehin me njohje të gjithë atyre që e mbështesin këtë aksion humanitar i cili zhvillohet gjatë muajit të shenjtë të agjerimit. Si e vlerësoni ju këtë aktivitet që realizohet për shumë vite me radhë, një aktivitet i cili tashmë është bërë edhe tradicional? Por realisht është një aktivitet që bëhet 6 vite radhazi, është iftari falas të Berza, që fillon në fillim të muajit Ramazanit me 200 iftare falas dhe përfundon diku në 2000 iftare falas ka fundi Ramazanit. Është një aktivitet për të përshëndet, tregon një akt të humanizmit dhe solidaritetit në komunitetin tonë, që realisht ka nevojë ky komunitet dhe sidomos ndihet ajo aroma e Ramazanit në këtë muaj të bekuar, ku çdo natë fal vullnetmirëve dhe bamirësve dhe vullnetarëve që gjithçka bëhet në mënyrë vullnetare, përgatitet iftari dhe ndahet me ushqime të freskëta. Është një përshtypje pozitive dhe është shumë mirë i pritur nga ana gjithë njerëzve të cilët vijnë këtu, po jo vetëm këtu, por edhe shpërndahen në çdo lagje, në çdo fshat. Territorin e Kërçovës. Po, Kërçova me rrethin, ka pas shpërndarje edhe tek salla ku janë të zhvendosur komuniteti rom si pasojë e vërshimeve. Pra gjithandej ku ndihet nevoja, aktivistët tanë bëjnë shpërndarje në iftareve falas. Dhe kjo ndodh çdo natë. Është një energji e jashtëzakonshme, është një energji shumë pozitive. Por realisht fal aktivistëve të cilët më habisin me atë energjinë pozitive që kanë dhe çdo ditë pas një thirrje, pas një ftesë, mblidhemi këtu dhe e bëjmë këtë aktivitet me një jetë të mirë. Faleminderit juve shumë, të gjithë besimtarëve, shfrytëzoj rastin të uroj muajin e bekuar të Ramazanit dhe uroj të kenë një agjerim të lehtë dhe të pranuar tek Zoti i gjithësisë. Është viti i 6 i organizimit të këtij aktiviteti humanitar që realizohet në kuadër të muajit të shenjtë të Ramazanit. Si e vlerësoni ju këtë aktivitet, këtë mobilizim të lëvizjes së Berza? Fillimisht do doja njëherët ju faleminderoj të gjithëve atyre të cilët janë këto vullnetarë në shpërndarjen e iftareve dhe në përgatitjen e iftareve, po ashtu edhe juve si televizion për angazhimin që e keni marrë për të parë nga afër kontributin të cilin e japin këto vullnetarë me rastin e shpërndarjeve të iftareve të Berza. Ky kontribut është gati se 6 vite me radhë që bëhet të Berza dhe është një kontribut i cili jepet në mënyrë vullnetare nga vullnetarë të ndryshëm në të gjithë rrethinën e Kërçovës dhe të gjithë këto meritojnë falënderime dhe lavdërime të mëdha për kontributin e tyre të cilën e japin bashkë me lëvizjen të Berza apo iftaret të Berza dhe këtë vit në kuadër edhe të shoqatës Jetimat e Ballkanit, të cilët realisht kanë dhënë dhe japin një kontribut të jashtëzakonshëm në Kërçovë dhe në të gjithë rrethinën e Republikës Maqedonisë Veriut edhe Kosovë dhe më gjarë. Pas kësaj do doja që të faleminderoj edhe ato të cilët kanë qenë donatorë të iftareve, të cilët kanë dhënë donacione nga mërgimi edhe nga vetë qyteti i Kërçovës, të cilët kanë qenë edhe ato afaristët e vendit, të cilët kanë qenë pjesë e kontributit të këtij iftari që organizohet te iftarit e Berza. Gjithçka që është bërë deri më tani është bërë në mënyrë vullnetare. Allahu i shpërbleft të gjithë ata të cilët kanë kontribuar dhe po kontribuojnë gjatë gjithë muajit Ramazanit për të shpërndarë iftare për të gjithë ato njerëz të cilët kanë nevojë, sepse ky është një angazhim shumë i madh të shpërndajsh mbi 250 iftare gati se për çdo ditë
kërkon vullnet, kërkon angazhim të madh dhe fal këtyre njerëzive dhe fal Shkodrana Lilit edhe shoqatës jetimat e Ballkanit arrihet ky sukses me kontribute dhe punë të jashtëzakonshme që e bojnë këta në mënyrë për hir të Allahut dhe në mënyrë shumë transparente dhe në mënyrë shumë të drejtë për të gjithë njerëzit. Faleminderit shumë. Në 6 vjetorin e këtij aksioni humanitar është rritur mbështetja e afarizëve dhe mbrëmjarëve kërçovar, ashtu siç është rritur edhe numri i aktivistëve që përbëjnë ekipin vullnetar te Berza, i cili realizon përgatitjen dhe shpërndarjen e ushqimeve të iftarit në gjithë territorin e Kërçovës. Pjesë e këtij ekipi, si vjet është bërë edhe Foglushi Pakia Lili, i cili i mirëpret për çdo mbrëmje fëmijët që vinë te Berza së bashku me prindërit e tyre për të marrë ushqimin e iftarit. O jam Pakia Lili. Durat e ime janë vogla, zemra ime u madhe, du t'i nejf njerëzve. Ky aktivitet humanitar ka filluar para 6 vitesh dhe tashmë ai përfshin jo vetëm familje skamnore nga qyteti, por edhe vendbanime tjera të komunës së Kërçovës, thot drejtuesi dinjitos i grupit të vullnetarëve te Berza, humanisti i njohur kërçovar Shkodran Alili, i cili u shpreh me njohje të gjithë aktivistëve dhe njerëzve me shpirt human nga vendi dhe diaspora. Ai flet edhe për aksione tjera humanitare ku bën pjesë edhe grumbullimi i mjeteve për familjet e prekura nga vërshimet e këtij viti, ndarja e bursave për nxënësit dhe studentët, si dhe ndërtimi i objekteve të banimit për familjet në nevojë, një projekt humanitar i cili realizohet në bashkëpunim me shoqatën e jetimat e Ballkanit dhe humanistin e njohur Hoxh Halil Kasratin. Sa jeni të kënaqur nga realizimi i këtij aktiviteti humanitar që nga fillimi i muajit të shenjtë të Ramazanit, jeni në vitin e 6 të organizimit të këtij humanitetit, të këtij solidariteti. Fillimisht ju faleminderit për përkrahjen dhe mundësinë që na jepni që nëpërmes jush ju falenderojmë donatorëve dhe aktivistëve të palodhur. Si çdo vit, shumë mirë e thatë se është viti i 6 me radhë që organizojmë iftarin te Berza. Është bërë një sinonim i shpresës për njerëzit në nevojë dhe jemi krenar për këtë aktivitet. Fal këtij aktiviteti janë duke u zhvilluar edhe projekte më të mëdha se iftari, shpërndarja e iftarit. Funksionon gjithçka në rregull, që nga përgatitja. Unë me dorën në zemër më lejoni që ta them edhe përpara jush që aktivitetin e bojmë vullnetarët krejt dhe ne veç dalim përpara kamerave me dhënë një intervistë. Atë gjithë mundi dhe sakrifica është e këtyre njerëzve që ai shihni. Është emocionuese shumë se secila ditë ka aktivist të ri dhe numri rritet dhe ne ndihemi krenar kur vim këtu vetë që janë punët gati dhe shpërndarja bëhet nëpër shtëpiat edhe të njerëzve në nevojë që s'munden të dalin të vinë deri këtu, bashkëpërndajmë nëpër shtëpia, nëpër lagje, nëpër fshatra, kështu që mundohemi ta mbulojmë të gjithë Kërçovën. Por kjo nuk do të ishte mundur të realizohet pa donatorët tanë, sidomos pa mërgatën tanë, që i falenderoj jashmase për mbështetjen që na japin, financiarisht edhe me prezencë fizike. Njëkohësisht edhe afaristët tanë janë dora jone gjatë në këta aktivitete. Jemi të bashkuar gjithë njerëzit të qytetit të Kërçovës dhe ndihemi krenar për këtë aktivitet që e bëjmë. Një aktivitet tjetër shumë i rëndësishëm i lëvizjes së Berza ka të bëjë pikërisht me shpërndarjen e bursave për nxënës dhe studentë. Po, interesimi i njerëzve për të ndihmuar familjet në nevojë, donacionet që na vijnë, e pam të arsyeshëm edhe në bisedim bashkëpunim me Hoxhën Halil Kasrati, që patjetër duhet ta përmes dhe të tregoj qytetarëve Kërçovës se janë konsultimet me të dhe mbështetja aty që nuk mungon asnjëherë për qytetin e Kërçovës, që e pam të arsyeshme që të ndihmojmë njerëzit edhe studentët tanë për bursa. Këtë vit jemi duke kaluar numrin mbi 40 studentë që japim bursa për studentët, njëkohësisht japim edhe bursa për nxënësit në medrese. Kështu që mundohemi me këtë lëvizje që jemi dhe me këtë buxhet që kemi të ndihmojmë secilin familje, secilën shtresë ku ka nevojë dhe njëkohësisht kemi marrë edhe aktivitete për të ndihmuar një ndër lagjet më të goditura të vërshimeve, lagjen Prilepska këtu në qytetin e Kërçovës. Mundohemi edhe atyve të dalim në krah dhe do të jemi shpresa për të gjithë qytetarët tanë që nuk do të jemë vetë në asnjë mënyrë, në çdo sferë. Hoxh Halil Kasrati është një mbështetës i fuqishëm i lëvizjes te Berza, një bashkëpunëtor i rregullt i juaj i shoqatës te Berza. Është ndërmarrë edhe aktivitete tjetër për ndërtimin e shtëpive
për familje skapnore të Kërqovës. Si zhvillohet ky projekt? Unë e them se jam falënderues fillimisht prej qytetarëve tanë, afarizëve dhe mërgjimtarëve tanë, por nuk do t'ishte mundur që të realizojmë projekte kaq të mëdha pa ndihmën dhe përkrahjen e altruistit më të madh të Ballkanit, Hoxha Halil Kasratin, që me të vërtetë pa atë zë isha edhe unë këtu ku jam sot. Shpreh falënderim në emër të kërçovarëve mi ndaj jetimave të Ballkanit krye me Hoxhën Halil Kasratit, njëkohësisht me jetimat e Ballkanit jemi duke ndërtuar mbi 10 shtëpi në qytetin e Kërçovës në këtë muaj kaq të shenjtë dhe të madh. Filluam edhe fillimin e shtëpisë në fshatin Drogomish të madh për familjarin Rahman Iljazi, ku shpresojmë dhe jemi të bindur që do të jemi në lutjet e familjes Iljazi për këtë gjës kaq fisnik prej qytetarëve tanë në krye me Hoxhën Halil Kasrati. Pra aktivitetet tona humanitare s'do ndalen, shtëpit atë që e kemi premtuar se do ndërtojnë 25 shtëpi, do të ndërtojnë në qytetin e Kërçovës, por mirë po ajo bëhet gradualisht, janë procedura të tilla kur mirret emrat e familjarëve që kanë nevojë, lehet ndërtimin, po klasifikojnë ato emra dhe mundohemi që të gjejmë familjen e duhur. Është për ta përshëndetur secilin këshill vendor të fshatrave dhe të qyteteve, se barën dhe peshën më të madhe e kanë ato, se shkojmë më lejoni që ta elaboroj pak, marrim aktivitet, shkojmë bëjmë takime në për fshatra ose lagjën, varësisht se ku ka nevojë kërkesa për të ndërtuar shtëpi, edhe lojmë që kryesia e fshatit ose më sa kryetari i atij fshati ta zgjedhë se kujt familje duhet i ndërtohet shtëpi. Kështu që ne jemi në atë mënyrë shumë transparent dhe jemi mirënjohës ndaj çdo lagje dhe çdo fshatri të qytetit Kërçovës që na ndihmojnë dhe na përkrajnë në këtë aktivitet. Shfrytëzoj rastin t'ju përgëzoj për gjithë këto aktivitete humanitare që i realizoni në kuadër televizjes të Berza dhe ju uroj suksese edhe në ta. Ju faleminderit shumë, siç e shihni edhe ju, këtë vit kemi edhe fëmijë të ri, fëmijë të vogël që angazhohen në këtë aktivitet. Domethënë është një mesazh që familjet fillojnë edhe të na besojnë edhe fëmijët e tyre që të ndjekin këtë rrugë. Kjo është një rrugë e duhur, një rrugë e ndritur, ku të gjithë ne motivohemi dhe e ndjejmë veten edhe e kuptojmë se pse jetojmë në këtë botë. Shpresojmë që të bëjmë vepra të mira, që të kemi çka të tregojmë në botën tjetër. Ju faleminderit për përkrahjen, mbështetjen prej vitit parë deri vitin e 6 këtë vit që jemi duke bërë këtë aktivitet, jeni me ne. Ju faleminderit dhe Zoti ju shpërblet gjithëve.